Kom rri aty, e kom pa nonën Teresë në abort të Kishës, a? Të Kishës. Po qenit, jo shumë e vjetër, po ka qenë, që si e lodhën, që si e strukun, që si më do këtë që i ka 1 metër, që si e presume, që si kompakte. Po gjithmonë me një buseshe, gjithmonë të shiqu, të i prek njës, të i prek fëmit. Edhe fillove me fotografune. Në atë moment vjen edhe nëna jeme, i bashkohet, ma bën me dorë, lënë, për që edhe... Shtu që njena prej këtyne 8 fotografive, cilat i kubonë, është bashkë me nëna teme. Edhe kom titullu 2 nënat. 2 nënat. Edhe... Pse kom bot 8? Unë kom pas ma shumë film, kom pas gjatësit filmit, por mu hargju materiat e blicit. Pere me do, qëfar të farë. Shtu që futa mrenda në kish, para kishe si bona një 3 ose 2, edhe mrenda në kish, ajo u përkull në gjoj për mu lut, para asaj shënë marisa, qka është. Ti e dije në ato momente se kë e ke përballë, kë je duke? Jo, e kom ditë që është një personalitet shumë i madhë, por nuk e kom ditë rëndësin tek një vit më vonë. Kër e kom pa në Oslo, në televizion lajme që nëna Terezë, kështu filloj e fitoj çmimin Nobel për paqe, bëmisja botrore, shqiptare, lindun në Shkupen, ato këton, thash, hold on, thash, tek stash, jëmë të edhi se qka ka ndodhë, se qka është të vërtet të ndodhë. Edhe, i mor ato, atë negativ, edhe me shpejtësi dritës, kom shku në shpe, e kom hek filmin, e kom fut në atë dozerin, e kom montu, zhvillu si fiksiri, ndërpresi, edhe e kom shiqu që është okej. është i kjartë, është shumë i kjartë negativi, nuk është fiksu teri në fund, ato nuk e kom ditë, por e kom bo me minutash, për që ka ma vonë gjatë studimeve, për shemull që i kom pas në fakultet të arteve, gjatë viteve të dheta, me profesor Mendonushin, ma ndje kom su që se si në të vërtet është dashë më zhvillu. Pas ajo të është veç ka qenë vonë. S'kemi pas më kësy mrapa. E ke ende? Edhe fillova e bëra negativin. Profesor, e ke ende? E ke ende e ruan? Po, negativin. Po, definitivisht. Ajo është arkivin tim. Edhe, mu të them lirisht me plot siguri, me plot goj, që vetëmet 8 fotografi, apo vetëmet fotografi të nënës Teresë në Prishtinë, apo në Kosovë përgjithësi. Në të vërtet janë në kishën e 5, një fotografi ndokët, ose 2, po aqë nuk vërejnë ajo që është aty. E këto janë top. është një kujtim, padyshim, ndoshta në atë kohë edhe e përmendet që nuk është se a ke ditë vlerën apo thjesht momentit, po tani ka shumë pesë të madhe. Që kom qenë 13 vjeqarë, dhe më thonë, jo pëse kom qenë, se ndoshta 13 vjeqarë nuk kom ditë shumë ma shumë si gjerata jeme, bona kështu modest. Mos të bona modest. Por si do të qoftë, prap, ajo madhështia e sa vjen më vonë, jo në atë kohë. Se ajo ende ka qenë në për këto, në qytetet e, në për Bombaje, në për Kutadi, në për Indi. Kontributi saj ka qenë. E mande, ma vonë në ndërko, unë kom lexuar edhe për te, kush ka qenë, edhe kom pas fatin që të njihem edhe me zotri Donjush Gjergjin, një njeri i cili ka përcjell jetën e saj gjatë të jetës, ka shkru për te, i ka me 10 ndoshta libra të botume, lidhe me nënën Teresë, edhe në shumë bisedime si për kom mësu edhe prej ti, kom shiqu edhe dokumentare, këtë adina. Ta shë kemi shën, është shën tru në Rom, në kishën e Shën Pjetrit në Vatikan, e kemi pa edhe atë moment, para shumë viteve, nuk e di pse është shën tru, dhe më thonë, është dash për bo një diçka jashtë me një logjikës normale, ndoshta e ka bo, unë ato nuk e di, edhe pse jam njeri i cili kom qef me i prek senet, me di sakt, jo me i imaginu. Për të kalu tek studimet, e përmende kalim the vitet e 80-ta, ndër të parët që ka përfarsuar dizajnin grafik, edhe e keni përjetuar edhe këndryshimin kohor që ka ndodhë. Digitalizimin. Nga krijimtaria e dorës në atë të kompjuterit është... dy bota totalisht që nuk prekin jona me tjetrën. Ato prekin vetëm me rezultatin përfundimtar.
por mënyra e krijimit, mënyra është totalisht tjetër. Edhe pse gjatë studimeve të mia, po flas për mesit të dhjetave, tutje, gjatë studimeve ajo ka qenë një periudhë shumë e mirë për mua. Se unë kam studiuar një vit para kësaj pedagogjin. Po. Pedagog. Edhe pse unë jam pedagog. Si do të qoftë. Por lëndën po më fakultetin e pedagogjisë. Po. Unë kam studiu, po e kam pa veten që nuk jam unë për më bë arsimtare, më bë mësuesa, më bë sekretar i shkollës. Me qenë diçka pak më kreativ. Edhe ashtu që he ka dorë besoni se jo orën e parë. Domethënë filloi fillimi tetorit, filloi ora parë. Mora shënime, e pas që nuk është për mua, edhe dole jashtë, mora dokumentat prej ati referentit, Recep e ka pasur në kurs ku më arru, të bacare që tash, ami. Jo, s'ki me guxu, ati s'ki me pas ku mundësi me regjistru pedagogjik, thash, kur s'ku me regjistru, po ta garanti. Ami ti mu dokumentat, kom prit edhe një vjetë, Po. mandej kom shku, kom regjistru fakultetin e arteve, në atë kohë është qytë Akademi e Arteve, ku e kom gjetë vetën. Më në fund e kom gjetë vetën në diçka, Sa mirë me e ditë, që në fillim, që si e për një punë, edhe mos me zvarit, mos me qu deri sa të harxhon një farë mënyre. Ashtu. Jam i lumtur që kur nuk kom pas presion për dikujt, për nanës, për babës, për vllaut, për dikujt, që jo, dush këto, dush ato. Ke qenë i lirë në përzgjedhje. Kom qenë i lirë, po, edhe më në fund kër e gjitha vetën, e kom ditë që kjo. Por në ndërkohë, do më thonë, hala pa fillu studimet, unë veç kom fillu me bo portretën e për ish Jugoslavi, Greqie, Turqi, ma vonë. Do më thonë, veç kom pas talent për me dalë në rrugë, edhe